Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Ola hapit me veprimin e saj ndaj nënës së Adionit, merr gjithë vëmendjen. Fabiola Elezaj ka ndarë një urim publik për ditëlindjen e nënës së partnerit të saj Adionit. Përmes një postimi në rrjetet sociale, ish konkurrentja e firmës ka shpërndar një foto ku shihet duke u përqafuar me vjerën, të cilën e ka shoqëruar me shkrimin: "Urime ditëlindjen, festofsh 100 të tjera pranë nesh." Marrëdhënia mes Fabiolës dhe Adionit nisi të zhvillojë jashtë ambienteve të formatit televiziv pas përfundimit të rrugtimit të tyre në garë. Ndonse fillimisht pati aludime dhe dyshime të shumta nga publiku mbi vërtetësinë e kësaj romance, dyshja zgjodhi ta bënte lidhjen familjare pak kohë pas daljes nga spektakli. Ky urim i fundit tregon se raportet e Fabiolës me familjarët e Adionit janë të konsoliduara. Çifti po vazhdon të shijojë përditshmërinë e tyre larg kamerave të emisionit, duke konfirmuar ecurinë e marrëdhënies së tyre dhe duke hedhur poshtë zërat e hershëm që e cilësonin lidhjen si një strategji për vëmendje.